Louise Ailey nuk është vetëm një artist i dashur, një personazh publik që ka rrëmbyer zemrat e shqiptarëve me karizmën e tij dhe zërin që të emocionon. Ai është edhe një baba i përkushtuar, që ditë pas dite po dëshmon se dashuria për vajzën e tij Luna Mari është një nga gjërat më të bukura që i ka ndodhur ndonjëherë. Në një video të fundit që ai ka ndarë në Instagram, Louise shfaqet duke ushqyer vogëlushën e tij në kuzhinë, por momenti kthehet në një skenë të adhurueshme dhe komike njëkohësisht, kur shikuesit vërejnë se ai nuk po i reziston dot tundimit dhe po ha edhe vetë nga pjata e vajzës. Me gojën e lyer, një shprehje lozonjare dhe dashuri që i lexohet në çdo gjest, Louise arrin ta kthejë një moment të zakonshëm familjar në një përjetim të ngrohtë që prek publikun. Videoja është komentuar menjëherë nga mijëra fansa, që janë shprehur të emocionuar nga naturaliteti dhe ngrohtësia e Louisit. Për shumë ndjekës, ky është një nga rolet më të bukura që ai ka luajtur ndonjëherë, jo në skenë, jo në ekran, por në jetën reale, roli i një babai të thjeshtë, të përulur, që e shijon çdo sekond me fëmijën e tij. Ti je shembulli që tregon se sa shumë ndryshon jeta e një burri kur bëhet baba, ka shkruar një ndjekëse. Louise dhe Luna janë bërë zemra e çdo familjeje, thot një tjetër, duke i referuar Louisit jo vetëm si këngëtarin e zemrës, por tani edhe si babain ideal. Ky moment i ëmbël e vërteton edhe një herë se Louise nuk ka nevojë për skenar për të qenë personazhi më i dashur i rrjeteve sociale. Ai thjesht është vetvetja, një burr që nuk ka frikë të tregojë emocionet, të luajë, të qeshë dhe të ndajë dashuri, sidomos për vajzën që ja ka ndryshuar jetën. Të gjithë ndjekësit presin tashmë me padurim çdo moment të ri që Louise ndan me Lunën, sepse përmes çdo videoje ai arrin të përcjellë një ndjesi të pastër dhe të papërshkrueshme, dashurinë e një babai për të bien. Dhe ky është ndoshta roli më i suksesshëm i jetës së tij.